Përshëndetje të gjithëve nga një tjetër vlog. Unë këto pjesë për i bëjmë me voiceover. Këtu kemi grirë arat edhe lajthit për t'i dhënë erë. Edhe vendosim bëjmë një baklava, duke qenë se për një ditë vite Bajrami dhe ne s'kishim marrë asgjë. Bërëm ca pazare me mamin, pastaj morëm ta mesatare, shkrivëm gjalpin, edhe si fillim hodhëm gjalp, që pastaj ngjisi baklavaja. Pastaj 5 gjalp dhe bëmë 2 shtresa ara. Doli goxha nice, por fatkeqësisht kam kap asnjë klip. Sot po mendojmë të shkojmë në plazh. Hapjen e këtij vlogu se kam bërë besoj, domethënë që po i tregoj se ne bëm një baklava për Kurban Bajramin. Dje që ishte Kurban Bajrami unë që kam pasur klipi, sorry për këtë. Thjesht harrova që ishte në një vlog, derisa të mësohem. Dhe po, gjithsesi mami pas ka bërë gati peshqirat, sepse herën e kaluar vendosëm të shkonim në plazh, por punoj që s'kishim marrë se vetë peshqiri. Blem 2 copë rrugës, po që normal që nuk mjaftuan. Dhe nuk e di domethënë. Unë u bëra gati bëra skincare, një skincare i thënshin. E nxora pompën, shqyr zotit ishte aty ekzistonte, se thash që nuk do hishte dhe do mërzitesha. Tani këtu, kjo gjë këtu është full me gjëra plazhi, rroba banjo. Dhe më duket se po plaset në kokë dhe po vdes. Edhe këto peshqia duhet futet këtu. Po, janë aq shumë rroba banja aty sa nuk e di domethënë se ku do t'i çoj, ku do t'i lë. I biti lë kështu rrëmuj. Pas shumë orësh rrugë, arritëm te kufirion edhe më në fund edhe në shtëpinë tonë të dytë. Në kishte marrë seriozisht malli për Turqinë. Neve kalojmë kufirin, tani kemi ndaluar me një karburant që ndalojmë zakonisht dhe të blejmë bukë. Gjatë kohës që ne blejmë ca gjëra bazike për mëngjes, edhe makina u mbush me karburant, shkuam tek vendi ku na ham bukë gjithmonë. Dhe pastaj u nisëm për në Stamboll, sepse është diku te 1 orë 45 minuta me makinë të shkosh deri në Karakoj ku rrim ne. Dhe mas 1 orë që unë fjeta gjumë, arritëm në Karakoj, mu hapën sy seriozisht, domethënë jep një vibe tjetër ky vendi këtu. Dhe po ju lë disa klipe të shihoni në qetësinë tuaj. Ne bëm check-in tek hoteli, tek dhomat tona. Edhe po, praktikisht për pak të lahem, do bëhemi gati, do rregullohemi, do vishemi. Dhe do dalim për darkë. Se ku, se dim, do të shkojmë tek një restorant peshku ku ne shkojmë gjithmonë. Ndoshta në një vend tjetër, I don't know, se dim. Tani, problemi vetëm që kemi neve këtu është që nuk kam një ndryshim të mirë dhe janë gjithashtu drita sa shpifur. Du të mbash kokën lart dhe kamerën lart. Edhe po, tani do lahem, do bëj një dush për shpejt. Për sa i përket outfitit të sotëm, kam menduar të vesh xhinse të shkurtra me bluzë jeshile dhe me kroksat, ose me bluzë të zezë. Domethënë një nga këto opsionet kam, edhe për nesër pastaj streçe, gjata. Domethënë ta shoh nëse është shumë vab, edhe nesër do vesh xhinse të shkurtra, po që këtu ta shohim me kohën. Kam edhe për të zbraz valixhen, kam për të nxjerrë të gjërat e skincare-it, se duhet bëj pak skincare se më zhvër fytyra super me ndyr nga rruga. Edhe të laj dhëmbët, të gjërat e tjera do ju marr me vetë, do ju marr. Tani veshja është kështu për momentin. Si? Këtu kam një majmun nga brapa dhe është fan. Po, këtë kam menduar të vesh për sot. Më thënë, duhet të krep pak vete se më kanë radhë kur mbim vetë vëllat më varet fytyra. Kjo është pamja nga dhoma jon. Jemi në katë parë. Unë po shoh pak shtrëmbër, e di, po shoh veten, domethënë du të shoh veten se si do nga drejt të aplikoj kremin. Edhe domethënë unë nisëm ora 3 mëngjesit, unë pjesën nga Tirana deri në Kapshtic nuk është se kam xhiru se kam qenë gjumb, jeva një kokër gjumi. Edhe tani do dalim, do ikim
tek një restorant peshku që neve shkojmë zakonisht gjithmonë neve atje shkojmë. Neve u bëm gati, mbaruam punë, më thëmë presim mamën dhe babin, këto fletë e mia u tham pak vetë tiu, tani do vesh kroksat, edhe do ikim, edhe do bëne një video të vogël, do kapne një klip të vogël, edhe kështu, mua. Këtu për ju lëca klipet të tavolinës tonë, të mesoreve, mezeve të ndryshme, me antipastat tota, edhe deti që ishte pak si shumë i lëvishëm nga anijet, erdhi dhe pjata kryesore, filetoja e merlutit që unë marrë gjithmonë është perlatike, edhe deti u qetësua, më qetë tani, me thënë, edhe babi këtu, si babi më trendi dhe që asnjëri s'ka fatin ta ketë. Mëngjesi të gjithëve nga dita e dytë në Stamboll dhe po, tani u qova, është ora e 9:30 edhe në orën 10 praktikisht duhet dalë edhe mami me babin kanë dalë për të pi çaj. Neve do shkojmë tek Mado. Mado është një kështu, nuk e di, si që më ta krahasu me një gjë që kemi në Shqipëri. Është thjesht një kafe. Dhe me thonë, është kafe, ka gjëra për mëngjes, ka gjëra për dre, ka gjëra për darkë, është multi. Edhe, po, dhe me thonë, atje do shkojmë, do lejmë dhe më tani ftyrën, bëjmë një qik make-up, qik buzë, edhe pastaj direkt do dalim. Sot jemi të quar me një ditë me diell, full me diell. Është shumë nice. Dje, edhe di me diell ishte goxha vaps, po them, po që kishte edhe ca re, ishte pak si mix. Po që sot është qielli super shumë i pastër dhe shumë nice, është diell. Është diku te 22 gradë, nuk është se është në një vap që të mysi, sepse s'ka filluar akoma ajo periudha. Dhe sa të vi korriku këtu është shumë rënd. Sot se kemi në një plan tamam, se si vetë të kapsë ta si herë, nuk e di. Se kemi në një plan tamam, ndoshta ikim në 100 hektarë që ne shkojmë zakonisht, se i ka mirë blendi dhe i kena mësu dhe me thënë këto katet. Edhe për mëngjes do ikim tek Mado si që thash. Kështu që po, pisë ndërë ditës pastaj mund të rim tek deti, nuk e di. Po që sot në mëngjes, do të thënë mëngjesin do ha me pame nga deti dhe nuk e di, do të thënë, po më vjen shumë keq që nuk kam gjë tjetër që të vizitoj këtu. Se gjitha këto pikat turistike ne vi kemi vizitu, si akuariumi, Dolmabahçe, Topkapı, edhe xhamit, pothuajse të gjitha këto që janë në kryesoret. Ja u sugjeroj shumë të shkoni te xhamia e Çamllxhas. Është nuk e di, është fantastike, është gjëja më e bukur, është xhamia më e bukur. Edhe xhamia blu është e bukur, është shumë interesante, po kjo është më e madhe dhe është në majt Kodrës dhe praktikisht është Stambollin nga lart. Ne erdhëm me mamin në Galata Port edhe do shkojmë në Zara, do shohim më s'ka gjë summary.
më në fund, shumë vap jashtë, dielli të përvelon. Tani këtu është çanta e Zarës. Shifeni? Kemi bler diku tek 300 e pak euro gjëra, ca kostume gjatë bukra verore që mami të shkonin shumë se nuk e di, do keni pa me në një klip që mami është dopsu goxha shumë dhe tani rrobat i gjen dhe më kollaj. Edhe po. Tani, le të fillojmë me gjën e parë dhe më të bukur që më pëlqeu shumë dhe mami të shkon shumë, po si fillim duhet heq pak këtë që bën turbull sepse si tregoj të produkte, se do dali shpif apo tregohen. Anyway, ja. Ky është kostumi i parë që mori mami. Është shumë e kopsa me xhepa. Ky ka dhe tutat, ka dhe pantallonat poshtë, edhe është super nice, domethënë. Tani, po e mbarojmë, të tregojmë edhe gjithë të kostumin. Po e nxjerr gjitha këto këtu që mos i bëj zhurmë më, se është zhurmë pa dërueshme kjo. Dhe e di, sepse kur shoh vlogjet e gocave të tjera, rastis në një që ato thjesht i marrin nga qesa dhe është super shumë zhurmë, domethënë. Tani, këtu kemi pantallonat, janë të gjata, janë të gjëra, mami nga që është çik si e shkurtër, i rini pak të gjata dhe do t'i shkurtoj te kërpaqepsja, por te pisa belit i rini super. Edhe këto kanë xhepa. Nuk kanë xhepa, ja, kanë këtu. Xhepa që nuk duken shumë. Më pëlqen ky lloj stili. Edhe zinxhiri në kapsën këte janë ndej. Tjetër. Tani këto gjëra të tjera janë pak më verore dhe janë model i shkurtër, domethënë. Me krah shkurtra. Mora këtë për veten, një lloj materiali, nuk e di s'mund t'i them lino, se linoja është gjë tjetër, por kjo është më kështu, disa se nuk bët fokus. Është shumë kështu, domethënë, se di si t'ja u shpjegoj, shumë e lehtë, mora këtë ngjyrën kështu. Kishte edhe të poshtme, domethënë pantallona ose se di, po pantallona, po problemi ishte se ishin shumë të shkurtra dhe pisa mrapa, domethënë dukej shumë shpifur. Ndërsa para ishte më mirë, po mbrapa shumë të ngritura dhe nuk është se ishin të mira për të dalë për përditshmëri, domethënë. Dhe kështu, këtë e mora. Është nuk është shumë e gjatë, edhe se më pëlqejnë shumë të gjatë, domethënë, me gjatësi. Tjetër. Kemi këtë. Edhe këto e marr për vete, këto janë lino tamam. Ishin pak se të i dukshme dhe po mendoj se me çfarë të brendshme do t'i vesh, po që të ta shohim. Yes, to i ka marrë masa L, nëse nuk gaboj. Po, masa L. Yes. Këto më rinin mirë. Edhe po mendoj të kombinoja bashkë të dyja. Kjo ishte ideja. Kemi tani këtë, është fund jeans, shumë cutesy. Ky është XL, e mori mami për vete. Është fund pantallon, domethënë. Nga para duket si fund, po nuk është se është fund, një gjë e tillë. Edhe janë shumë nice. Më pëlqen ky lloj stili, por nuk gjeta të për vete. Dhe lazh nuk duhet i merja kështu, domethënë të bësh në të dyja njësoj, kupton? Edhe prandaj. Tani, gjëja e fundit është ky fustani që unë do të ndroj pak vendin e kamerës dhe t'ja tregoj tamam. Tani, ky është një fustan i gjatë. Mami t'i rinte diku deri tek kyçi si i gjatësi. Dhe është i gjatë, shumë i gjatë. Dhe është si lino, ka të copën kështu, domethënë lino, edhe këtë ngjyrën. Edhe është me rripa praktikisht. Është kështu. Është me rripa. Këtej. Edhe mbrapa ka një kurriz normal, nuk është e ka shumë të hapur. Dhe ka ca xhepa të vegjë, jo të dukshëm, domethënë. Edhe kjo rrinte mami shumë nice, nuk e di, thjesht e shkonte, më përpara nuk para i shkonin këto gjëra të mëdha, se ishin domethënë super begi dhe e kishte edhe trupin e vet gjatë madh, edhe nuk është se i dukej mirë. Këto ngjyrat, këto dritat e kanë shenjori, janë super nice dhe unë që kam bën highlighter, sepse si u tregova të make-upin, se pra një telefonat me video. Yes. Neve u bëm gati tani për dal, edhe po mendojmë dalim në shtigje tek deti, edhe pastaj të Hambuk. Është një lokal që ka emrin Fasuli, quhet, edhe ka ushqime tradicionale turke, edhe aty zakonisht shkojmë neve, mbasi bëjmë dëme në Balık noktası. Edhe kështu, tani të dalim,
Do kap në një klip, se është duke u fresku tani se është mbas dite. Do ham në një misër. Edhe si e thon, gështenja, po, edhe gështenja. Kështu që yes, outfit is the same. Edhe nesër do ikim nga ora se di sa e mëngjesi. E do bëjmë dhe një ndalesë në Lidli sepse do bëjmë pazare tek Greku në Verja, nuk e di. Se kam i ten. Mora gjëntimet preferuar edhe unë nisëm drejt Galata Portit për bërë një ecje. Dhe kishte ardhur edhe një kroqere tjetër. Domethënë ishin bërë 2 dhe ishin aq të mëdha se nuk e keni iden, mund të ishin diku tek 12 kate dhe ishin super nice. Pastaj bëm një ecje, shkum ju afrum goxha urës së Bosforit. Pastaj mbasi bëm këtë ecje, shkum për të ngrënë, po unë nuk ja u kam xhiruar gjërat që morëm. Morëm praktikisht gjëra turke dhe po. Neve hëngëm buk, mbaruam çdo lloj gjëje që do të bënim në Stamboll. Qefet tona i përmbushëm. Edhe tani është koha që të bëjmë gati valizhen sepse nesër kemi kthimin, do kthehemi. Kjo çanta ku unë baj çdo lloj budalliku, ka çdo lloj gjëje. Kemi ujin e rrushit nga Kudali, nuk e di se si thuhet frëngjisht. Enisa mund të më ndihmosh pak me shqiptimin e kësaj gjës. Tani mua më kanë ngel dhe një 2-3 gjyra po mblet ca rroba që janë pista, do t'i gjej një vendi, fuzmi një qese dhe do t'i çojmë për shtëpi, që t'i lajmë edhe kështu. Ka floktojmë një janë kështu si fryra, e di, I know it. Po që nuk kemi çfarë bëjmë. Neve jemi kthyer në shtëpi, arritëm dje nga ora 6 edhe mbyllëm çik shtëpinë, rregulluam, sistemuam të gjërat që bëm pazar në Lidli dhe tani unë do bëm gati sepse do dal me mamin për kafe. Edhe nuk e di, ndoshta nesër shkojmë në plazh, ndoshta jo, nuk është se kemi fol si që me thënë drejtën, po që nesër unë i kam flokët, u vesha, se di si t'ja u tregoj veshjen time, se s'kam as tripod as si gjë, nuk e di. Po që nesër t'ja u tregoj këtu veshjen time për sot. Sot është e premte dhe është koha të bëjmë edhe mbylljen e këtij vlogu, që vlogu të dalë nesër dhe që juve ta shihni. Shpresoj shumë të ketë pëlqyer ky vlogu javor që neve kemi bërë, që nisëm në plazh dhe përfunduam në rrugët e Stambollit. Shpresoj të më lini një like, një koment dhe një subscribe dhe të më ndiqni në videot e tjera, duke qenë se ka ardhur vera dhe neve kemi shumë udhëtime të tjera që duhet t'i bëjmë dhe që ju duhet t'i shihni patjetër. Dhe po, gjithashtu ju falenderoj shumë për mbështetjen që më dhat tek videoja e parë, seriozisht, dhe për komentet e bukura, ju falenderoj nga zemra. Çfarë mund t'ju them tjetër? Mund t'ju them që para 2-3 minutash ka rënë një tërmet këtu te neve, ka rënë, domethënë epiqendri nga pas në fushë Krujë, ka qenë diku te 4 ball. Dhe do ju lë një sekuencë shkurtër sepse isha duke bërë mbylljen e këtij vlogut kur ra tërmeti dhe thjesht u tremba. Po që s'pata në reagim se unë se para reagoj kështu. Dhe po, unë ju përqafoj dhe neve do shihemi në vlogun e radhës.